Para se të vazhdojmë me storin e radhës, unë juftoj të jeni pjesë jona edhe përmes faqes tonë në YouTube me emrin Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe me portalin prive.al për më të reja saj përket artistëve tanë. E tani kalojnë në materialin e radhës, i cili ka të bëjë me këngëtaren super seksi Adelina Tahiri, e cila edhe pse jo gjithmonë përmendet për ndonjë projekt muzikor, ajo gjithsesi është e pranishme sidomos në mes teatros, për ndonjë lidhje dashurie, për ndonjë operacion etj. Për më shumë detaje rreth saj dhe rreth jetës saj këto kohëve të fundit, e kuptojmë bashkë nga vetë këngëtarja. Vazhdon edhe më tej të duket e nxehtë dhe në top formë me linja trupore që i gëzon. E për këtë fakt pa mohueshëm, Adelina menjëherë pas klipit të shumë përfolur Më mirë pa ty, po sjell fotosesionin e ri. Paraqitjet e saj publike asnjëherë nuk u ndalen, edhe pse muzikë nuk është që na u shfaq shpesh. Këngëtarja e pranishme në show të ndryshëm televizive me artikuj në shkrim rozë, në një formë që ndrojnë në qendër të vëmendjes. Kam pas shumë projekte me dalë, të cilat i kam bë cancel në momentin e fundit, për shumë arsye, po rëndësi ka që kam qenë gjithmonë në rrjedha, nuk është duk asnjëherë Adelina, po më parasysh a fol për keq, për mua mirë, tash e them me pozitive e negative, këtu i ka showbizi dhe mua as pak nuk më shqetëson kjo pjesë. Ndoshta pak, po nuk më bën më ndjekjet sepse kam qenë sa do kudo. Sa i përket projektit fundit, unë jam shumë e kënaqur, sinqerisht jam shumë e kënaqur sepse po e ndëgjoj gjithmonë këngën, po pëlqej të shoh mbas viewsave, mbas gjithçka që kënga po jetë shumë mirë dhe kjo është sukses për mua. Ajo vazhdon të shfrytëzojë armën e saj për të qenë më afër publikut. Pra linjat e saj trupore që për shumë kohë është problem të arrihen e të qëndrojnë të tilla vite me radhë pa e vizituar rregullisht palestra. Pjesa e trupit gjithmonë pyesin a bën ti shumë palestër. Është edhe dhunti, është gjithçka është dhunti, po normal që çdo femër pak më kushtu vetvetes, pak me dhënë rëndësi vetes, në ushqim nuk është se nuk ha amël, nuk është se nuk pi Coca-Cola, ose nuk është që jam shumë e rrept. Po kur dal me bëj vrap edhe papi shumë seriozisht çdo punë. Dhe kështu që puna e trupit është dhunti, se unë edhe mamin e kam shumë seksi, edhe shumë të mirë, edhe pse ka lind 3 fëmijë, kështu që edhe unë është pak kujdesem, normal, vrapi nuk e lej asnjëherë se më bën të ndihem mirë mbi gjitha, nuk është se bëj vetëm për punë trupi. Projekti i saj Më mirë pa ty u komentua shumë që mund të jetë një këngë me dedikim ndaj një dashurie të përjetuar më parë nga Bjondja, për një djalë që gjithashtu është fytyrë publike. E gjithë kjo erdhi si pasojë e klipit me skena të ndryshme në fushë basketit. Këngën e ka shkruar Rozana Radi. I kam kërku, është fakt që i kam kërku diçka më sentimentale, diçka më të mirë, nuk ka të bën as pak me dikën. Sinqerisht, është hera e parë që po ndjej këtë. Këngën e kam ndjej shumë sepse më ka pëlqyer mua personalisht. Kënga gjatë kohë është, po nuk më kam bërë disa tekste, nuk e kam ndjej brenda këngën. Është këngë që mua më pëlqen shumë, po nuk ka të bën me dikën. Nuk ka të bën që unë e kam dediku dikujt këngë. Unë në jetën time veç një këngë e kam dediku dhe ajo është ti më sukthe. Nëse nuk është me dedikim, teksti është mjaft i ndjeshëm dhe intem, gjë që kohëve të fundit nuk po praktikohet në këngët e këngëtarëve tanë. A e gjen veten Adelina tek tradhtia dhe ndjenjat e shkelura nga partneri. Unë në momenti kur ma bën e pyetjen në rëndësisa që kam dëshmi, një artist, nëse është vërtet artist dhe flet sinqert para kamerës, atë janë shumë të rrallë. Momentin kur ti hin studio dhe mbyll syt, ti çdo fjalë që thu e dedikon vetes tënde dhe e ndjen veten tënde. Sigurisht që ne gjithë në jetë kemi qenë trasum, si unë, si çdo femër dhe çdo mashkull në botë, nuk do të them veç në anën e dashurisë, por zakonisht ndodh në dashuri tradhtia. Dhe kështu që e kemi përjetuar dhe ta them unë që nuk e kam përjetuar është diçka që gjithë do të qeshin. E kam përjetuar tradhtin dhe nuk është gjë e mirë, kush edhe më e bë. Dhe kështu që normal që e kam ndjen lëkurtime, por nuk është se e kam dediku këngën. Gjithmonë e qeshur dhe për pyetjet më pikante, Adelina sot është në krah e dikujt që ka arritur ta bëjë për vete. Nuk kam lidhje, normal që unë jam 24 vjeçe veçmë dhe nuk kam shef asnjëherë moshën time dhe është shumë e vështirë për një femër sidomos publike dhe ndoshta pak ekstravagante, pak e bukur të ketë një lidhje sepse gjithmonë do të jetë jo suksesshme. Unë të paktën ashtu mendoj. Ne shqiptarët jemi si racë shumë e bukur, përgjithësia femrat edhe meshkujt,
po që jemi pak xheloza, nuk tolerojmë dot dikush me qenë më mirë se neve. Dhe kështu që ne e vujmë këtë pjesë brenda vetës, po unë jam krenare me veten time dhe mbi gjitha që kam një familje të shkëlqyer që më përkrah për çdo gjë. Edhe pse tendon të jetë rezervuar me personale, këngëtarja vazhdon të dhurojë material për mediat e njëkohësisht të tregohet e hapur me fanset e saj. Pas Your Face Sound Familiar, klipit të tanishëm e fotosesioni që do publikohet pas disa ditësh, ajo ka diçka tjetër që do të shpalos për adhuruesit të muzikës së saj. Po, kam bërë një këngë me Ergen Hysën, dale nga dale kam një këngë. Është një këngë shumë e mirë. Kam frikë me nxjerr tash sepse do të më bëj klipin dhe klipi bëhet shumë shpejt realizohet, po do t'i bëj konkurrencë këngës që kam, a kënga më pëlqen shumë dhe po jetë shumë mirë. Do të la edhe pak kohë, do të shoh si shkojnë gjanat dhe shumë shpejt do të jeni këngë tjetër Adelinës, shumë e mirë. Kjo është projekti fundit që kam për plan. Kam oferta për shumë bashkëpunime mbas kësaj këngës që kam dalë, kanë marrë shumë kolegë, të cilët unë kam shumë respekt, po nuk e di për bashkëpunime, du një herë dalë vetë si Adelin si unë dua, dhe tani ta marrë muzikën shumë më seriozisht, edhe do të bëj këngë shumë të mira. Punët e shumta nuk do ndalen, por edhe pushimet si çdo vit do të jenë pjesë e agjendës së saj. Greqi, Turqi e prap Greqi, Adelina do të kalojë kryesisht kohën e verës 2016.